prej Ungjillit të Gjonit, kapitulli 4, rreshta 5 deri në 42. Arriti para ne qytet të Samarisë që quhej Sihar, afër pronës që Jakobi i apat lënë Jozefit, birit të vet. Aty ishte pusi i Jakobit. Jezusi i lodhur nga udhëtimi u ul të rri në grykën e pusit. Ishte kundër rreth orës 6. Një grua nga Samaria erdhi të nxjerrë ujë. Jezusi i tha: "Më jep të pij." Nxënësit e tij kishin shkuar në qytet të blejnë ushqime. Samaritania i tha: "Si, ti që je judeas, kërkon ujë prej meje që jam samaritane?" Sepse judejt nuk marrin e japin me samaritanën. Jezusi i përgjigji: "Po ta dije se ti çka të luron, hyj dhe kush është ai që të thot, më jep të pij, ti vetë do të lypje nga ai dhe ai do të jap ujë të gjallë." "Zotëri," ju përgjigj gruaja, "ti s'ke as me çka të nxjerrësh, e pusi është i thellë. Nga pra mund të kesh ujë të gjallë, a mos je mirë i mall se ati ynë Jakobi që na dha këtë pus, piu vetë prej tij, sjellë të bijtë e tij e baktitë e tija." Jezusi i përgjigji: "Kushdo që pi këtë ujë, përsëri do të ketë etje, kurse kush do të pijë ujin që unë do t'ja jap, kurrë nuk do të ketë etje. Madje uji që unë do t'ja jap do të bëhet në të burim që rrjedh në jetën e pasosur." Po i thot gruaja: "Zotëri, më jep asnjë ujë që të mos më duhet të vi këtu të nxjerr." Ai i tha: "Shko, thirrë burrin tënd dhe eja këtu." "Unë nuk kam burr," ju përgjigj ajo. "Mirë, the," ai ktheu Jezusi, "s'kam burr, sepse i pati 5 burra e ky është tani nuk është burri yt. Fole të vërtetën." "Zotëri," vijoi gruaja, "po shoh se je profet. E tëri tanë adhurojnë në këtë mal, kurse ju thani se në Jeruzalem është vendi ku duhet të bëhet adhurimi." Jezusi i tha: "Më beso mua, o grua, po vjen koha kur nuk do ta adhuroni Atin as në këtë mal, as në Jeruzalem. Ja, ju adhuroni atë që s'e njihni, ne adhurojmë atë që e njohim. Sepse shëlbimi vjen prej judejve, por po vjen koha, e tani është, kur adhuruesit e vërtet do ta adhurojnë Atin në shpirt e në të vërtet, sepse Ati kërkon adhurues të tillë. Hyj në shpirt, dhe ata që e adhurojnë duhet ta adhurojnë në shpirt e në të vërtet." Gruaja i tha: "E di se do të vijë Mesia, që quhet Krisht. Kur të vijë ai, do të na zbulojë gjithçka." Jezusi tha: "Unë jam Mesia, unë që po flas me ty." Ndërkaq arritën nxënësit e tij dhe u çuditën që po fliste me një grua, por se prap askush nuk e pyeti çka do ose pse po flet me ta. Gruaja e la enën dhe shkoi në qytet e u tha njerëzve: "Ejani,
e shihni njeriun që me tregoj gjithë çka kam bërë. A mos është ky Mesia? Ata dolën prej qytetit dhe u nisën tek ai, ndërkaq nxënësit po e luteni. Rabai, ha, ai u tha, kam për ushqim një gjellë tjetër që ju s'e dini. Nxënësit i pyetën njëri tjetrin, a mos i solli ndokush ushqim? Jezusi i përgjigji, ushqimi im është të zbatoj vullnetin e atij që më dërgoi, ta kryej veprën e tij. A nuk thoni ju edhe 4 muaj e ja korrja që unë po ju them, çoni syt tuaj dhe shikoni arat e zbardhurën prej korrje. Tani me kortari po e merr pagën dhe po mbjell frytin për jetën e pasosur që mbjellësi e korsi të kalojnë së bashku. Në këtë gjë vërtetohet fjala, njeri mbjell e tjetri korr. Unë ju dërgova të korrni atje kur ju së derllet dies, të tjerët e munduan, e ju trashëguat frytin e djersve të tyre. Shumë samaritan prej ative qyteti besuan në të për shkak të fjalës së gruas që dëshmoi, me tregoni gjithë çka kam bërë. Kur para samaritan erdhën tek ai, ju lutën të rrijë tek ta. Jezusi ndej ndër ta 2 ditë, por shumë më tepër njerëzit besuan në të për arsye se mësimin të tij. Gruas i thoshin, tani nuk besojmë vetëm pse na tregove ti, vetë e dëgjuam dhe e dim se me të vërtetë është shëlbuesi i botës.